që fëmijë kam pasur dëshirën të jem një business woman. Kam qenë gjithmonë me atë idenë që çfarë të bëj që të kem një biznes timi. Unë jam Marsika Metra, jam diplomuar për arkitekturë dhe para një viti kemi hapur këtë studion e fotografisë. Sa po kam bërë 18 vjeç, jam detyruar të punoj që të mundem të heq ato shpenzimet e mia që unë kisha për mos të bërë një barë ekstra familjes time. Universitetin e kam bërë në një universitet privat. Pagesa që unë kisha ishte goxha e lartë dhe më duhet të punoja 2 punë. Dhe isha gjatë gjithë natës duke punuar me projektet e arkitekturës që unë kisha për dorëzuar në shkollë. Kjo ka qenë ndoshta shtysa më e madhe që mua më bëri të kursej goxha të ardhura që të mund ta hap atë biznesin tim që unë kisha ndërruar gjithmonë. Pavarësia financiare si fillim dhe pavarësia e çdo femre është një masë. Mendoj që mangësia më e madhe që unë kisha, ose të paktën që trajnimi ma vuri në dukje më shumë, ishte pjesa e marketingut. Trajnimi më ndihmoi shumë jo vetëm për marketingun digital, por edhe marketingun gojë më gojë, domethënë klient me klient. Ka pasur një rritje goxha të mirë të klientëve në bazë të marketingut që unë mora nga ky trajnim që unë bë. Çdo gjë që ndërrojnë mund ta bëjnë. Nëse ato e vendosin, nëse e marrin përsipër riskun, pa risk që nuk ka rezultate.